Të dashur deputet, sot është data 2 dhjetor. Sot duhet ta kishim të votuar buxhetin e shtetit për vitin 2014. Ligji në fjalë, i hartuar me asistencën më të përparuar europiane, rezulton i shkelur. Edhe ky standard, i konsoliduar për vitësh, rezulton i zhbër nga qeveria e zhbërjeve. Qytetarët duhet ta dinë se me vonesat për miratimin e projekt buxhetit 2014, shkeljet dhe pasojat janë një listë e gjatë. Janë shkelur parimet e transparencës, parashikueshmërisë, gjithëpërfshirjes, disiplinës fiskale, respektimin e tërësisë procesit e tjerë, parime që sanksionohen në nenin 4 të këtij ligji. Justifikimi me rotacionin nuk e mbulon, por e zbulon akoma më keq këtë qeveri. Shkaqet e vërteta të vonesës për paraqitjen e buxhetit janë pa aftësia dhe pa përgjegjësia nga njëra anë dhe kultura e arbitraritetit nga ana tjetër. Kjo është arsyeja që ne nuk do të japim paqe kësaj qeverie për shkeljen e premtimeve elektorale. Por shqetësimin më të madh kemi për shmangjen e dytë. Pra për injorimin e nevojave që ka ekonomia për më shumë oksigjen. Sot duke denoncuar vonesat e mëdha antiligjore të qeverisë për paraqitjen e projekt buxhetit për vitin 2014, i bëj thirrje qeverisë të mos vonohet më asnjë ditë të paraqesë projekt buxhetin, t'u jap kohë grupeve të interesit të thonë fjalën e tyre. Boll më me shfaqje dhe fjalë të bukura.